ti je një emër i njohur në fushën e hotelerisë në Shqipëri si një ekspert prej një dekade. Bashkë me ekipin tim pa diskutim. Në 5 vitet e fundit ka arritur të bësh 6 skema për menaxhimin e 6 startupeve në Vlorë dhe në Durrës, në fushën e hotelerisë. Ekipin e konsulentëve e kam të ndërtuar në 3 sektore. Është sektori financës, është sektori marketingut dhe është sektori që është më kryesor rekrutimi, burimet njerëzore. Kush është ndryshimi? Nga Saranda shkojmë në Korfuzë dhe në Korfuzë ka pafund zgjedhje hotelerie të bëra shumë mirë. Saranda në ç'pik është sipas mendimit tënd? Saranda është një pikë shumë të mirë, por vetëm se duhet të kenë kujdes me çmimet. Jemi ne pak shumë të uritur për të fituar sa më shpejt, sa më parë dhe se bëjmë dot këtë rritjen me gradient dhe kjo na penalizon, na kthehet kundër pastaj. Këta biznesmen kërkojnë që të fitojnë që 6 muajt e para. Çfarë bën ju për të menaxhuar një krizë kur nuk ka klient, kur nuk mbërjet plani? Grepi kryesor për të peshkuar klientin është çmimi. Aty gabohet dhe pastaj normalisht çdo gjë merr në të kundërt. Jam shumë e kënaqur që sot do flasim për një nga temat që mua më apasionojnë më shumë, hoteleria. Domethënë, nëse ka diçka tjetër që unë do doja të bëja në jetë pas gjithë gjërave që kam bërë, është të bëj një hotel model në Shqipëri. Nuk e di në Jug apo në Tiranë, por do ta filloj me Tiranën me shumë mundësi sepse kam bërë një çerek investimi, edhe do të kem ty konsulent Driçim Duka, jam shumë e kënaqur që je këtu. Ti je një emër i njohur në fushën e hotelerisë në Shqipëri si një ekspert prej një dekade dhe jam vërtet shumë e kënaqur që këto minuta do t'ja kushtojmë kësaj fushë që është kaq premtuese për turizmin në Shqipëri, edhe për një djalë si ty që je bërë nga vetja, kështu duke u ndërtuar nga zero, hap pas hapi me shumë mundime. Me një jetë as pak të thjeshtë, por me shumë ëndra dhe dëshira. Kështu që faleminderit që je tek Inspire sot. Faleminderit ti që më prite dhe është kënaqësi që ti jam këtu. Tani më thuaj, kush është eksperjenca jote e fundit në një hotel interesant në botë ku ke shkuar për të çlodhur? Po dhe për të punuar nga pak, se dhe aty ku ti shkon si turist jam e bindur që mundohesh të mësosh diçka që pastaj ta implementosh tek startupet që konsulton. Eksperjenca ime e fundit ka qenë në Vjenë. Ishte me të vërtetë eksperiencë e bukur, ishim në një hotel me 4 hyje. Normalisht aty ishte e gjitha, unë nuk pretendoja që të shijoja akomodimin, por gjithmonë shikoja punën, shikoja shërbimin, shikoja komunikimin nga personeli, mikpritjen, gjithçka dhe gjithmonë gjatë gjithë kohës isha në hetim të gjës brenda atij hoteli. Të bëri diçka për shtypje që po ma veçon Vjenën? Kishte gjë të bukur sepse ky kishte një gjë të tillë, që ky ishte 6 kate. Kjo si godin kishte qenë në spital psikiatrik. Dhe mua pranë bëri shumë përshtypje. Dhe deri në katin e tretë, ky ishte pa kondicionera. Nga kati i tretë dhe deri në katin e 6 ishte me kondicioner. Por dyert ishin, domethënë po të shikoje korridoret, ishin tamam, domethënë të jepshin atë impaktin e spitalit psikiatrik. Por do të shkon për të çlodhur dhe të çmendesh. Deli çmendur. Edhe ne kur marrim dhomën, domethënë kur marr dhomën, shikojmë kërkoja për kondicioner s'kishte. Domethënë nuk të gjitha dollapin, shiko poshtë krevatit, se thash ku do jenë. Asgjë, zbres poshtë, i them atij recepcionistit, i them të lutem, i thash nuk ka kondicioner? Jo, tha deri në katin e tretë nuk ka kondicioner. Po pse kjo zgjedhje apo? Sepse nga që ishte godinë e vjetër, te këto nuk lejon të bëjnë ndërhyrje sepse ishte më në mes të Vjenës. Po themi nga kati i tretë dhe lart ishte 10 euro më shtrenjtë akomodimi dhe ishte me kondicioner. Hoteli nuk është të jep të ndjesinë në spitali ku shkon të çmendesh. Ata ruajnë detaje dhe kjo është për të një tentativë marketingu. Aty ta jepte në fakt. Ishte si spital komplet, ë? Po s'kishin ndryshuar asgjë. Vetëm thjesht recepcioni që ishte dhe kishin dhe hallin që kishin vënë koltuqet. Po ishte shumë normal. Nuk të frustronte pak ty kjo si klient? Po s'të jepte pa diskutim. Po s'e shkove në hotel o Po nuk e dinim. Ne kishim rezervuar dhe nuk e dinim. Edhe ishte, domethënë, kushtonte shumë? Kushtonte me thënë të drejtën, kushtonte, po ta shikosh në treg po themi me çmimet e përgjithshme që kishin në Vjenë, kushtonte. Dua të më shpjegosh nëse unë do hapja një restorant, një hotel apo nuk e di se çfarë mund të bësh ti tjetër për të më konsultuar mua? Ku konsiston tamam puna që ti bën për të më lehtësuar mua jetën si përmarrës së re? Atëherë ne me të vërtetë që bashkë me ekipin tim pa diskutim, se jo unë vetëm, të japim me të vërtetë një lehtësi për një biznesmen që bën, po themi, ndërton një hotel ose ndërton një bar restorant të mirëfillt. Ne jemi të gatshëm që t'ja marrim nga aja të zhoja dhe t'i bëj një plan biznesi shumë të detajuar dhe nga eksperienca ime deri tani ka qenë shumë i suksesshëm
për të gjithë ato startupe që unë kam realizuar. Të bësh një wellness center sot, të ndërtosh një klinik nga e para, të ndërtosh një qendër mirëqenie, një qendër sportive, është një nga trendet që vjen dhe se rezultati i zhvillimit të fushës së hotelerisë. Dhe ti së fundi ke bërë një punë shumë të madhe, më ke thënë për 6 muaj të tërë në ndërtimin e një skeme, një hartë lëvizëse në një biznes të ri që ka lidhje me fushën e wellnessit apo jo? Po, ka qenë një projekt shumë i mirë përgatitur, që në fillim kemi bërë një punë me të vërtet kolosale. I kemi dhënë një intensitet gjatë gjithë kohës shumë të fortë bashkë me ekipin. Ka qenë kohë shumë e shpejtë kur ne kemi arritur të realizojmë plan marketingu, plan biznesi dhe plan financiar, që këto janë kryesorët për një biznes në të tilla përmasa. Ky është një wellness me një kapacitet 500 metra katror dhe është më i madhi pothuajse në Ballkan. Kjo ka qenë eksperienca më e mirë e imja dhe rezultati më i mirë që unë kam dhënë. Dhe unë shpresoj që të vazhdoj ashtu sikur unë kam lënë. Dhe jam shumë i lumtur për këtë që kam dhënë kontributin tim aty dhe do ketë një besoj që do ngelet si patent për mua. Shiko, të vjen keq kur mbasi e bën atë beben që të ngrihet në këmbë dhe të eci me këmbë të veta, pastaj ty të duhet të fillosh punën në një biznes të ri, të cilin duhet ta ndihmosh dhe atë që të aftësohet. Apo ti mban megjithatë një kontakt menaxherial, një përqindje menaxheriale, një commission fee, duke vazhduar mirëmbajtjen e sistemit që ke ndërtuar. Si funksionon puna jote? Në raste të tilla ka 2 modele biznesi, që njëri model është që unë hypi te kjo varka dhe lundroj bashkë me biznesmenin, ka dhe raste që unë e vej këtë varkën të lundroj, e nis të lundroj dhe pastaj unë largohem. Kam shumë dëshirë të di fillesat e tua, pse ti vendose që ti jesh konsulent në fushën e hotelerisë, që në fakt është një nga fushat më premtuese për vendin tonë? Vendosa sepse është diçka që e bëj me pasion dhe është diçka që është diçka premtuese që po vjen dhe po zhvillohet sa më shumë në Shqipëri. Domethënë ne presim akoma më tepër brende të njohura në Shqipëri që do jenë prezent dhe aktualisht kemi dhe projektet më të mëdha që po hapen, është Marina Durrës, është Marina Vlorë, është dhe Marina Sarand, që ato do jenë me të vërtet një risi shumë e madhe për Shqipërinë. A mundet sot një sipërmarrës shqiptar i apasionuar, i cili ka kapital shumë të mirë për të investuar, ka një projekt të shkëlqyer për të bërë dhe dëshirë të madhe, të bëjë një 5 yje luksoz, pa që nevoja që të marrë një brand name ndërkombëtar si Four Seasons Hotel për shembull? Jo, nuk mundet. Nuk mundet për faktin sepse akoma nuk jemi gati që ne ta realizojmë këtë standard. Cilat janë avantazhet që ne marrim kur jemi pjesë e një networku ndërkombëtar përveç klientelës që qarkullon brenda networkut? Përfiton eksperiencën, përfiton standardin, përfiton klientelën, përfiton sistemin e menaxhimit që ato e kanë krijuar për kaq vitesh dhe përfiton dhe standardin e tyre që i ofrojnë klientit. Në rast se unë nuk dua që të paguaj për të qenë Four Seasons Hotel, se më kushton shumë dhe mul normën e fitimit në fund. Sado që përfitimet mund të jenë të mëdha. Ti më the moj që njerëzit mund të më detektojnë, mjafton që unë të jem një hotel me super rating në Booking, të kem review të mira nga ata që kanë ardhur në hotelin tim dhe të kem marrë një sistem menaxhimi të shkëlqyer konsulencë, i cili nuk më lë të bie nga niveli menaxhimit Four Seasonsit. Dhe më thënë që ka shumë hotele në botë. Është një hotel në Firenze që quhet Palazzo Portinari, që nuk është Four Seasons, nuk është brand name i një networku ndërkombëtar, është bank e dikurshme që është kthyer në hotel, kanë bler gjithë stafin thelbësor të Four Seasonsit në menaxhim dhe nuk janë një emër ndërkombëtar, janë një emër lokal i Firenzes dhe i bëjnë konkurrencë absolute duke marrë me siguri në një kompani konsulence për shërbimet e luksit, kanë bërë një hotel model dhe shesin me të njëjtat çmime që shet Four Seasons në Firenze. Kanë të njëjtin standard, me disa gjëra mangut, pishina, spaja mund të jenë pak më modeste, por janë top level dhe janë brand lokal. Janë brand unik. Unik janë. Kështu që mund të jesh dhe një hotel unik atëre, nuk është domosdoshmëri që ti patjetër të jesh një brand name të kombëtar. Mund të jesh, domethënë me pak sforco mund të jesh. Mund të jesh një hotel unik edhe mund ta ndërtosh shumë mirë këtë gjë. Ekonomisë shqiptare do t'i bënte mirë që edhe brendet ndërkombëtare të ishin prezent në Shqipëri, për faktin se duke u gëshetuar me njëri tjetrin dhe duke shkëmbyer eksperiencat, standardin, mënyrën e menaxhimit, do ishte mirë sepse dhe këto brendet unike që do ndërtoheshin në Shqipëri do kishin një sukses pothuajse gati të barabartë me brendet ndërkombëtare që do vinë në Shqipëri. Se nëse ratingi del 9.6 Four Seasons, del 9.5 dhe mua që janë brend lokal, automatikisht në Booking mua do më dalë një hotel similar with i ngjashëm dhe unë do marr klientët e mi nga Booking.
Po, edhe thjesht do jesh 10% pak më poshtë me çmimin dhe je okay. Nëse do kthehemi shumë më parë në kohë, më ke thënë që në moshën 5 vjeçare ti ke shitur për herë të parë një produkt shumë interesant. Pra ke patur aftësinë të shesësh. Edhe doje të numëroj para dhe doje të punoje. Pse e bëje këtë gjë? Doje të ndihmoje familjen apo ishte lidhja jote me para në mënyrë intuitive? Kam shitur qesën në tregun 5 maj, arrija të shisja 200 qese në ditë, i shkoja në grave nga mbrapa, isha shumë i zoti për të shitur, edhe kur shkoja në shtëpi, isha i lumtur sepse e kishim target bashkë, se ishim shumë fëmijë që dilim normalisht, edhe kishim target që ne do të shisim 200 qese, sepse këto 200 qese atëherë kanë qenë 10 lekë që ne 10 lekë qesja ka qenë, pa 10 lekë, edhe domethënë do t'i boja 2000 lekë të reja, ishte pa diskutueshme. Edhe me të vërtetë që ishte e lodhshme, sepse në fundjavë e punonim, se shkonim dhe në shkollë. Nuk është se këto para unë i dorëzohen në familje, por i ruajnë në një arë kursimi, dhe pastaj i përdorja për ato nevojat vogla që unë kisha. Të tipit? Të tipit që kisha shumë dëshirë të bëhesha futbollist, edhe kisha dëshirë që gjithmonë të blija rroba, të vishesha dhe tisha okay gjithmonë në klasë, në shkollë kur shkoja. Momenti i parë që ke përjetuar kënaqësi nga një arritje, ke patur një fëmijë të vështirë, një rrugtim as pak të thjeshtë, kur je ndier vërtet i lumtur, i gëzuar për një gjë që e ke bërë vet. Që mund të jetë ngjashme pak me këtë momentin e shitjes së qeseve, por që në fund të ditës të sillte ca para të kursyra te karga kursimit. Mbaj mend se kisha marr patentën, edhe kisha punuar shumë, kisha mbledhur ca lekë, edhe kisha parë një makinë, nuk është ishte një makinë kush e di, por që më pëlqeu dhe doja që të kisha një makinë. Kam shkuar, e kam bler atë makinën dhe e kam dërguar në shtëpi dhe kur e ka parë mami me babin, ka ngelur kështu, po ti, kjo është e imja, thash, dhe unë e kam bler nga kursimet e mia. Ky ka qenë me të vërtetë një adrenalin që e mbaj mend dhe nuk e harroj dot për veten time, por që makinës nuk dija të jepja, por fillova dal nga dal pasaj që ta mësoja. E bukur kjo. Bleva makinën pa patur patentën. Sa po i kisha marrë, por nuk dija të jepja makinës. Në 5 vitet e fundit ka arritur të bësh 6 skema për menaxhimin e 6 startupeve në Vlorë dhe në Durrës, në fushën e hotelerisë. Çfarë do të thotë në fakt startup i një hoteli? Ekipin e konsulentëve e kam të ndërtuar në 3 sektore, që këto sektore është sektori financës, që bën komplet ndërtimin e planit financiar, është sektori marketingu dhe është sektori që është më kryesor rekrutimi, burimet njerëzore. Sa përqind hoteli duhet të jetë zënë në një ditë që hoteli të jetë rentabël? Ka një normativë apo jo? Po, minimalisht duhet të jetë 60% kapacitet, që të jetë të paktën të mbulojë të gjitha shpenzimet e një hoteli. 4 yjet, 5 yjet, si vendosni çmimesh, mbi cilat specifika? Shiko, ekipi fillon, domethënë, po themi sektori financës merret me pjesën komplet të planit financiar dhe përgatit komplet draftin për kostot e të gjithë hotelit. Pasi financa bën nxjerr të gjithë kostot e hotelit, marketingu bën studimin e tregut dhe njëkohësisht ose paralelisht marketingu bën studimin e tregut, kurse burimet njerëzore bëjnë rekrutimin. Në momentin që bën studimi i tregut, vijnë të gjitha informacionet që janë marrë nga zona përreth e hoteleve të tjera, dorëzohen në departamentin e financës, financa bën studimin e kostove dhe të çmimit shitjes dhe pastaj bën parashikim buxheti që të ardhurave dhe të shpenzimeve. Cili është plani marketingut që jepni juve? Plani marketingut është ky. Ne realizojmë brandbookun, që do të thotë i ndërtojmë logon, i bëjmë dizajnin, edhe pastaj fillojmë me platformat që janë Booking, Instagram, TripAdvisor, website-i, Facebook, domethënë ndërtohen të gjitha këto dhe në bazë të atij studimit të tregut që ne kishim bërë, ne dalim në çmimet përkatëse për strukturën. Që do të thotë, gjithmonë çmimet krahasohen ose bazohen në bazë të një shërbimi që ne kemi menduar që t'ja ofrojmë klientit. Stafin si e rekrutoni? Problemi madh për staf në sektorin e shërbimeve në Shqipëri thuhet së fundmi. Ka në fakt një krizë për të gjetur njerëz? Mendoj që ka plot të rinj dhe të reja që duan të punojnë në hoteleri, por thjesht duan atë sigurinë dhe që të paguhen mirë.
Çfarë mendimi ke për rekrutimin masiv që po bëhet për të sjellë filipinez ose punonjës nga vende më pak të zhvilluara, edhe nga Pakistani kam dëgjuar që ka në fushën e ndërtimit shumë punonjës që vinë edhe punojnë me një krah të lirë pune, po të bësh kalkulimin në fakt nuk ju del të kaq e lirë rroga, apo jo? Nuk jam dakord për faktin sepse ne mund të marrim punonjësit tonë që ne kemi këtu. Mendoj që duhet funksionojmë siç funksionon gjithë bota, që do të thotë ne duhet të rekrutojmë njerëzit tanë që ne kemi këtu, këto të rinj dhe të reja që janë, dhe pastaj në fazën e dytë ne të kemi të gjithë këto filipinezët, Bangladeshi, pakistanez, domethënë këto pastaj duhet vinë në radhë. Po në fakt nuk do të ishte bota një vend më i mirë nëse vendet e zhvilluara do rekrutonin ata që kanë nevojë. Ne shqiptarët dikur kemi qenë të mirëpritur nga vende si Greqia, Italia, ata na bën vend dhe neve morëm veten atëherë kur kishim nevojë. Sot e bëjmë ne për afrikanin, për filipinezin. Nuk jam kundra që ne mos ta bëjmë, ne duhet ta bëjmë, por që gjithmonë duhet kemi prioritet vendasit tanë. Edhe kjo duhet shikohet me kujdes për faktin se aq sa ne mund të paguajmë një të huaj, ne mund të paguajmë një punonjës shqiptar dhe mund ta bëj punën shumë mirë. Mos them që edhe më mirë se ai huaj që do vi. E bëre ti një kalkulim dhe the 600 euro paga për tetor. Ata të marrin sa euro për një orë shtesë? Kanë 2.5 euro për një orë shtesë, kanë akomodimin, kanë dhe normalisht dhe ushqimin që ato vaktet e ushqimit që ato do të hanë. Kanë biletën e avionit një herë kaq muaj që duhet vinë të iken, po taksat, po shpenzimet tjera që mund të ketë operative dhe shkon ajo paga? Edhe shkon, mund të shkojë deri te 1.200 euro për punonjës. Momentalisht ku e ke fokusin ndriçim? Fokusi i momentit është me 2 projekte. Kam një projekt në Sarandë dhe një në Tiranë. Kam një resort në Sarandë që e kam marrë përsipër për ta realizuar dhe për t'i bërë një startup dhe për ta ndjekur këtë sezon. Si quhet? Quhet Joel Hotel. Është me 68 dhoma. Ka një pamje fantastike. 5 yje? Është me 4 yje plus. Edhe do mundohem dhe do bëj maksimumin që këto 4 yje plus unë t'ja prezantoj sa më mirë klientit kur të vi në hotel dhe të akomodohet. 90% të dhomave kanë pamje nga deti. Sa bukur? Ka një pamje fantastike. Joeli ka facilitete, pishinën, span, sallë dhe konferencave, barin dhe restorantin dhe beach barin. Një nga gjërat më të veçanta që do ketë Joel Hotel do jetë që do jetë i hapur për 12 muaj të vitit, edhe do ketë mikpritjen për turistët në çdo fundjavë me paketa promocionale. Ndërkohë Chateau Fasel? Chateau Faseli domethënë është një agroturizëm që do prodhohen të gjitha produktet bio, do jenë po brenda këtij ambienti dhe ky produkt bio do bëhet ndryshe nga gjitha agroturizmet e tjera, që do të thotë do gërshetohet nga produkt shqiptar bio në një servirje gourmet. Dhe këtë do ta bëj shefi kuzhinës që ne e kemi shumë të mirë dhe është me një eksperiencë ndërkombëtare që ka pas një eksperiencë si në Angli dhe në Belgjik dhe tani është kthyer nga ande dhe ka ardhur në Shqipëri, edhe do jetë pjesë e këtij shërbimi për të gjithë klientët që do jenë prezant që do vinë në Chateau Fasel. Pamjen e keni të bukur aty te Chateau Fasel se duam bëjmë festa. Kemi shumë të bukur sepse aty shikon ka 2 liçene që shikon. Edhe ka një pamje fantastike sepse shikon gjithë Tiranën. Kush është ndryshimi? Nga Saranda shkojmë në Korfuz dhe në Korfuz ka pafund zgjedhje hotelerie të bëra shumë mirë. Saranda në ç'pik është sipas mendimit tënd? Saranda është një pikë shumë të mirë, por vetëm se duhet të kenë kujdes me çmimet. Ky është një mendim si ekspert i hotelerisë edhe si konsulent, ja jap që të gjithë biznesmenëve dhe hotelierëve që duhet të kenë shumë kujdes me çmimet, që ato vendosin në një periudhë sezoni, sepse nuk është në të mirën e tyre. Mendon që ky vit që thuhet që ka ndikuar pak në rënjen e numrit të vizitorëve nga bota, ka lidhje pikërisht me këtë. Një vit përpara çmimet ishin të tjera dhe mbas një viti u ritën jo me 10%, po nuk e di me sa përqind. Edhe kjo bën një diferencë në portofolin e tyre që Shqipërinë e quajnë ndër një opsion hotelerie të përballueshme ekonomike. Jemi ne pak shumë të uritur për të fituar sa më shpejt, sa më parë dhe se bëjmë dot këtë rritjen me gradient
Dhe kjo na penalizon, na kthehet kundër pastaj. Po, prandaj diskutuam dhe prandaj unë prezantova atë agjencinë e startupit dhe atë ekipin tim, prandaj ne duhemi, për këtë arsye ne duhemi, për faktin sepse ka nevojë çdo biznesmen që ndërton një hotel, ka nevojë për një konsulencë që mos të ketë dështime dhe kjo e bën pastaj që ai të ketë një sukses të vazhdueshëm dhe të pa shtrueshëm, po themi. Kështu që me çmimet duhet të kenë shumë kujdes, edhe pjesa që ka pasur rënje e të ardhurve turistave që të kanë ardhur në Shqipëri ka pas rënje, ka qenë vetëm arsyeja e çmimeve. Cilat mendon ti janë 5 gabimet më të mëdha që bëhen në sektorin e hyrësve të rinj në hoteleri sot në Shqipëri? Gabimi i parë është që duhet të marrin një menaxher ose duhet të kenë një sistem menaxherial në strukturë. Gabimi i dytë është mos marrja e konsulencës, edhe në rastet kur ato nuk bëjnë një sistem menaxherial. Gabimi i tretë është mos dhënia e sigurisë për punonjësit, që është shumë kryesore dhe prandaj ka tranzicion. Gabimi tjetër është që janë pagat e ulta dhe normalisht duhen paga që të jenë motivuese për punonjësit. Gabimi tjetër është që nuk i vlerësojnë rrjetet sociale. Ajo që është më kryesore dhe harrova ta them është që këta biznesmen kërkojnë që të fitojnë që 6 muajt e para, sapo e hapin këtë biznes dhe sapo fillojnë, sapo startojnë. Kjo normalisht nuk arrihet dot kurrë për faktin sepse këtu ka një parashikim që bëhet edhe normalisht ka një plan amortizimi të shtrirë në 10 vite kohë për investimin e bërë. Cila është sfida më e madhe që ke përjetuar si menaxher gjatë këtyre viteve në fushën e hotelerisë? Sfida më e madhe ka qenë një vit pas Covidit, ka qenë që unë kam realizuar një dasëm me një çifti të huaj, një indian dhe një norvegjeze, që erdhën nga Norvegjia dhe realizuan dhe ishte dasma e parë që u realizuar në Shqipëri. U bë dhe mediatike. Edhe ajo ka qenë me vërtet një sfidë shumë e fortë sepse ato u akomoduan 3 ditë në hotel dhe ja kam realizuar me sukses sepse ishte çdo gjë në traditën e tyre, si nga ushqimi, si dhe nga organizimi. Po ç'ne një indian dhe një norvegjeze në Shqipëri? Ato kishin parë, domethënë kishin parë një aktivitet që unë kishte realizuar në hotel dhe në bazë të fotove që ato kishin parë më kanë shkruar në email. Edhe pastaj kemi realizuar një takim dhe kemi pas një komunikim për 6 muaj derisa ne arritëm që ta realizojmë dasmën. Domethënë Shqipëria u bë një destination venue wedding për një indian dhe një norvegjeze. Na erdhën dhe norvegjezët dhe indianët këtu domethënë, ë? Po, kanë qenë gati 180 dasmor. Ua sa gjë e bukur, fantastike. Shumë ishte me të vërtetë ishte shumë e veçantë. Ku në ç'vend të Shqipërisë? Në Durrës. Fakti që ti ke punuar si kamarier në fillimet e rinisë tënde të ka ndihmuar që tani që je brenda restoranteve dhe hotelerisë ta njohësh nga baza sistemin menaxherial? Se ka shumë njerëz kompleks ndaj punës, ë, nuk bëhem unë kamarier, nuk bëhem unë shofer, po ndonjëherë kur ti e nis nga baza, shkon më thjesht në maj të menaxhimit, edhe njeh më mirë gjithë sistemin. Është gjë më e mirë që kam bërë, edhe sugjeroj që të gjithë të rinjt që kanë dëshirë që ta vazhdojnë, po themi, eksperiencën e tyre në hoteleri, duhet ta fillojnë nga kamarieri dhe pastaj të arrijnë në një pozicion drejtori në një hotel, sepse po nuk i njofte të gjithë sektorët, ti nuk i ndjek dot dhe nuk i realizon dot. Mos keni turp nga profesionet nga puna që ju bëni, çdo lloj pune që bëni është e mirë për një të ardhmen. Asnjë punë nuk shkon dëm dhe gjithçka shërben për diçka. Ka ndonjë formulë që keni përdorur për të menaxhuar krizën? Domethënë crisis management është një tjetër moment i rëndësishëm në gjithë sistemin menaxherial të çdo biznesi, po veçanërisht në këtë fushë. Çfarë bën ju për të menaxhuar një krizë kur nuk ka klient, kur nuk mbërjet plani? Cilësia shumë e lartë, ulen çmimet apo luftohet për një marketing më të mirë? Se çmimi justifikon cilësinë. Luftohet për një marketing më të mirë, çmimi asnjëherë nuk duhet ulet. Sepse në qoftë se ti ul çmimin, përshtypja dhe koncepti për klientin është që aty nuk ka shërbim të mirë pastaj. Kryesisht ky është gabimi më i madh që bëjnë përgjithsisht të gjithë biznesmenët, që nuk bëjnë një studim tregu dhe nuk ulen që të bëjnë një plan biznesi
të detajuar dhe një plan financiar shumë të analizuar deri në detaje. Grepi kryesor për të përshkuar klientin është çmimi. Aty gabohet dhe pastaj normalisht çdo gjë merr në të kundërt. Fillon kriza, po. Për ta rregulluar këtë krizë? Në raste të tilla paketohet një ofertë e parezistueshme për klientin, që mund të jetë të paguash 2 net dhe 1 natë kefalas nga hoteli. Prandaj duhet një ekip ose duhet një grup konsulentësh që të japin këtë zgjidhje në të tilla raste. Dhe prandaj duhemi ne për këtë rast që ti mos të shkosh në pjesën e krizës. Që do të thotë fakti që ti nuk po shet në këtë moment, do të thotë që skuadra jote e marketingut e brendshme ka dështuar. Cili është roli më i vështirë për të bërë në një hotel, sipas mendimit tënd? Roli dhe sektori më i vështirë në një hotel është recepsioni. Sepse recepsioni ka gjithmonë përballjen me klientin, edhe në rastet e mira dhe në rastet e këqija. Gjithmonë recepsioni përballet për të gjitha problematikat që klienti ka ose për të gjitha review-t e mira që klienti jep. Çfarë duhet të bëjë recepsioni me një situatë pa kënaqësie, një shqiptar apo një huaj i revoltuar vjen atje dhe kërkon të drejtën e tij, kërkon uljen e çmimit, kërkon rimbursimin e parave, është i pakënaqur, nuk e di për cilën arsye. Atëherë kushti numër 1 për recepsionin është që duhet buzëqeshi. Sido që të jetë situata. Dhe edhe kur klienti është dinak edhe do të krijojë një dramë vetëm për të marrë parat mbrapsht ose për të marrë një përfitim plus. Po, ka raste të tilla goxha. Kjo është si puna e McDonald's-it që është smile slogani. Kështu që recepsioni pastaj pasi realizon këtë smile dhe kur i vjen për të qarë dhe për të shkullur flokët, po, pa diskutim, atëherë pastaj fillon negociatat. Dhe fillojnë pyetjet për klientin ku ka çaluar e gjithë problematika që mund të ketë pas. Cilat janë rastet më të çuditshme që kanë ndodhur gjatë eksperiencës tënde 10 vjeçare në menaxhimin e hoteleve? Nga recepcioni, çfarë feedbacku ka ardhur? Çfarë ka ndodhur në një ngjarje e çuditshme, kështu që ka bërë përshtypje? Kam patur 2 raste, një në Vlorë dhe një në Durrës. Në Vlorë më ka ndodhur një rast që klienti më kishte vjedhur 12 peshqira. Po ç'mund të me 12 peshqira ai? Nuk e di, po ishin familje madhe, të drejtën. Pas ka zgjitur 20 peshqira shfales? Po, se në fakt ishte familja duhet të kenë qenë 4-5 persona, edhe peshqirat ishin shpërndarë në valizhe. Po kur e kuptuat juve këtë kur kishin ikur ata? Ne e kuptuar kur kanë ikur ata, sepse sanitarja nuk e kishte mundësinë për të shkuar për ta kontrolluar dhomën dhe për të dhënë okejin me recepsionin. Pastaj në momentin kur ka shkuar sanitarja, ato normalisht kishin ikur, edhe kështu që ikën 12 peshqira. Po mirë, karta kreditit për këtë punë bëhet, për ekstrat edhe për gjëra të çuditshme që mund të ndodhin. Kishin kesh në recepcion edhe kështu që. Po duhet vendosur gjithmonë karta kreditit se janë të mençur ata që kanë vendosur kartën e kreditit për garanci, për ekstrat, po dhe për abuzime që mund të ndodhin. Po në Shqipëri akoma nuk është kjo kultura, të paktën me shqiptarët nuk është akoma kultura e kartës kreditit. Çfarë mendon që ndikon më shumë në review-t pozitive që një klient lë për një hotel? Do të thënë, cila është kënaqësia më e madhe që prodhon shërbimi i mirë në një hotel të mirë, që e bën një individ që të shkruaj një review të mirë, një opinion pozitiv? Kryesorja për të marrë një review të mirë nga një turist është e para është pastërtia, e dyta është shërbimi, e treta është ushqimi, më kryesorja është çmimi. Dhe pastaj vijnë të gjithë facilitetet e tjera që ofron hoteli. Të ndërtosh sa më shumë biznese me modele të suksesshme në këtë fushë që është kaq e bukur po dhe kaq sfiduese. Shumë faleminderit Ndriçim. Shihemi.